Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi ditën e sotme me historinë e radhës. Në fakt, historia që të dëgjoni është një rrëfim tepër i ndjerë, një rrëfim shumë i dhimbshëm, një vajzë e cila ka shkruar dhimbjen e jetës. Nuk e ka ditur që djalin të cilin e ka dashuruar ka qenur vllau i saj. Ka histori që nuk tregohen kurrë, jo sepse nuk janë të bukura, por sepse janë shumë të dhimbshme për t'u pranuar. Kjo është njëra prej tyre, një histori që e mbajta për vite me radhë të mbyllur brenda vetes. Duke menduar se nëse nuk e them me zë, ndoshta nuk ka ekzistuar kurrë. Por e vërteta fatkeqësisht nuk zhduket. Ajo jeton brenda nesh, rritet, edhe një ditë kërkon që të dalë. Unë nuk kërkoja dashuri, nuk po ikja pas saj. Në fakt, isha lodhur shumë nga zhgënjimet, nga premtimet boshe dhe nga njerëzit që din të t'afrohen vetëm kur ato kanë nevojë. Isha mbyllur në botën time, duke u përpjekur që të jetoj ditët pa shumë pritshmëri. Dhe pikërisht atëherë, ai hyri në jetën time. Nuk ishte ndonjë hyrje madhështore. Ishte një mesazh i thjeshtë, një pyetje e zakonshme, por kishte diçka ndryshe në mënyrën si më shkruante. Nuk fliste kot, nuk fliste për veten gjithmonë. Më pyeste për mua, më dëgjonte, më linte të ishte vetja pa u ndjerë në gjyq. Ditë pas dite, bisedat tona u bën më të gjata. Nga fjalë të zakonshme, kaluam tek rrëfime të thella. Ai më fliste për jetën e tij të vështirë, për mungesat, për ndjesinë e braktisjes që e kishte shoqëruar atë gjithmonë. Dhe çuditërisht, shumë nga dhimbjet e tij ishin të ngjajshme me dhimbjet e mia. Sikur dy shpirtra të humbur të kishin gjetur njëri tjetrin, në momentin më të gabuar në jetën e tyre. Ose ndoshta në të vetmin moment që mund të ndodhte. Fillova ta pres mesazhin e tij çdo mëngjes. Nëse ai nuk më shkruante, dita më dukej e zbrazur. Zëri i tij kur flisnim më qetësonte. Ishte bërë stre. Dhe pa e kuptuar zemra ime, u dorëzua. E doja, nuk e thosha me zë, por e jetoja çdo ditë. Në mënyrën si buzëqeshja, kur në fakt e shihja emrin e tij. Në mënyrën si shqetësohesha për të, në mënyrën si ëndërroja një të ardhmen ku në fakt ai ishte aty. Një ardhme e thjeshtë, pa drama edhe pa dhimbje. Por fati rrallë herë i lë njerëzit të jenë të lumtur pa i provuar më parë. Ai ishte gjithmonë i rezervuar kur flitej për familjen. Në fillim nuk i dhash rëndësi. Mendova se kishte plak që nuk donte që t'i hapte. Kush jam unë që ta detyroja
dikë të flasë për gjëra që në fakt e lëndojnë. Dashuria ime ishte e duruar, por kishte detaje që filluan në këtë mes mua të më shqetësonin. Emra që më dukeshin të njohur, data që përputheshin me historinë e familjes sime. Fillimisht i quajta rastësi. Mendja ime nuk donte që të shkonte larg. Deri në ditën kur gjithçka në këtë mes u shëmb. Një bisede e zakonshme u kthye në mangthin tim më të madh. Ai përmendi një fshat, një emër që e njihja shumë mirë. Zemra më rau fort. Pyeta veten pse më dridhej trupi, për cilën arsye. Pse ndjeva frikën pa arsye. Fillova që të pyes me kujdes, me frikë. Çdo përgjigje e tij më afrohej më shumë te e vërteta që në këtë rast unë nuk doja që ta dëgjoja. Pastaj erdhi ajo fjalia e thënë pa menduar, pa e ditur se do të më shkatëronte. Babi im quhej emri si rufe. Në atë moment koha mu ndal. Më dukej sikur zëri i tij vinte nga larg, shumë larg. Gjithçka rreth meje u bë e paqartë. Po e mohoja, po i thoja vetes se ishte e pamundur. Por zemra ime e dinte. E vërteta ishte e tmerrshme, djali që unë e doja ishte vllau im. Nuk qava, jo më njëherë. Trupi im refuzoi ta pranonte. Madje mendja ime po kërkonte një rrugdalje, një gabim, një keqkuptim, por nuk kishte. Familja ime kishte mbajtur një sekret për vite me radhë. Një fëmijë lindur jashtë martese, një jetë e ndarë, një e vërtet e varosur. Dhe jeta me cinizmin e saj na kishte bashkuar pa na treguar se në fakt ne kush ishim. Kur ja thash, sytë e tij u mbushën me lotë. Ai u kthye para meje, nuk kishte faj. As unë nuk kisha, por kjo e bënte dhimbjen edhe më të vogël. Ishte një dashuri e ndaluar, e gabuar dhe e pamundur, një ndjenjë që duhej shuar, por që vazhdonte të digjej brenda nesh. U ndam pa u përqafuar, pa premtime, pa fjalë ngushëlluese. Vetëm me një dhimbje që nuk do ta kuptoj askush që nuk e ka përjetuar. U largova për të mbijetuar. Çdo ditë ishte një luftë, çdo ditë kujtim më ndiqte. Kanet që e ndezjohem me frym të prerë, duke menduar se ishte i vetëm një ëndër e keqe. Sot jam gjallë, por jam jo e njëjta. Kam mësuar se jo çdo dashuri është bekim. Disa janë prova, disa janë dënime, disa janë thjesht mënyra e jetës për të treguar se sa e fortë duhet të bëhesh. Ai është ende pjesë e gjakut tim, por dashuria ime për të është varosur thellë aty ku nuk duhet të dalë më kurrë, sepse ka histori që nuk kanë fund të lumtur. Ka dashuri që lindin vetëm për të na mësuar se sa e padrejtë mund të jetë kjo jetë. Dhe në fakt kjo është historia ime.